Kam mbritur në studio deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku. Zëna Tabaku, përshëndetje, mirë se vjen në studio. Shumë faleminderit si gjithmonë për ftesën, Isida. Gjithmonë kënaqësi, e thashë në hyrjet e emisionit që do të jetë një bisedë disi ndryshe, kjo e ndërthurë edhe mes profilit, por edhe mes aktualitetit politik. Duhet ju pyes fillimisht sepse ditët sa vine bëhen më të nxehta drejt 11 majit. Je shumë aktive, ju shohim shumë në rrjetet sociale kryesisht duke parë takimet që zhvilloni. Sa intensive është dita kur për më tepër ka dhe familje? Është shumë intensive. Në fakt së pari më lejoj që të falenderoj sepse sot të bëjmë dhe një bisedë pak më ndryshe, se gjithmonë flasim edhe vetëm për aktualitetin e ditës. Është shumë intensive, ka nisur fushata sigurisht me pjesën publike që ju shifni, po edhe me një pjesë tjetër jo publike, takime me strukturat, me qytetar, me grupe interesi, duke u përgatitur me një ekip fushate, pa harruar atë që thonë ju dhe familjen. Ka qëlluar disa ditë gjatë këtyre javëve, të cilat unë kam mbyllur shumë vonë, mbas mesnate punën, dhe nuk kam arritur dot që t'i takoj fëmijët, dhe më duhet që të ngrihem shumë herët nesër me mëngjes që t'i bëj gati për shkollë, kështu që duhet keni parasysh që si çdo nën, këto të dyja shkojnë paralelisht dhe ka dhe ndjesi faj brenda. Shumë faj, po nëse mund të çadoj ke e para pak, se njerëz jemi, gabime bëjmë, ke e dyta nuk ja lej dot vetes të çadoj, sepse prioritet për mua sigurisht që janë fëmijët dhe familja, dhe çdo gjë tjetër është në funksion të saj. Kuptoj. Zëna Tabaku, jeni nga figurat respektuarat politikës shqiptare për racionalitetin, për këmbguljen që tregoni në kauzat që ju merrni përsipër. Cilat janë pritshmëritë tuaja mes asaj që ju mendoni se do të arrini, por nga ana tjetër duke e ballafaquar ndonjëherë edhe me element apo faktor që nuk mund t'i çbësh. Me këtë dua të them, sa besim keni tek vetja në gjitha kauzat që paraqisni, por duke futur edhe faktorët e jashtëm që ndoshta nuk varen të gjitha jo. Shiko, të them që unë kam 100% besim të vetja, nuk do të thoja të vërtetën. Ka disa raste ku edhe mërzitesh, ka disa raste ku ndoshta stepesh, jo gjithmonë shkon ashtu siç ne mendojmë, jo gjithmonë shkon ashtu siç kemi dëshirë. Për shkak ka pasur çështje që me vite me radhë, se ne kemi diskutuar bashkë për çështjen e incineratorëve këtu. Me vite me radhë më është dashur që të punoj që të arrijë një rezultat. Ka pasur disa çështje tjera të cilat ndoshta kanë pasur më shumë ndërgjegjësim publik. E rëndësishme në këtë punë, por në çdo punë besoj është qëndrueshmëria. Edhe sa beson tek ajo që bën. Nëse atë që bën e bën me shpirt dhe me të vërtet beson që do të arrish një rezultat, unë besoj që gjithmonë ka një rrugë, ka një zgjidhje. Ka qëlluar gjatë këtyre kohëve edhe në situatën e vështirë të Partisë Demokratike, të them të drejtën që ne bashkë po e kemi diskutuar, që ndonjëherë ti mund edhe të mendosh që është ky ambjenti ku unë dua të punoj, ja dal dot këtu. Po pastaj ndodh diçka, ndodh një shkëndinj që ty t'jep një besim. Për shembull, të them të drejtën, në këtë periudhë, në momentin kur dolën listat, mund të kisha edhe një ndjenjë ndoshta rezerve në veten time. Por kam pasur një mbështetje tek qytetarët, të cilët më kanë dhënë një forcë që mendoja që ndoshta është e vështirë për t'u gjetur, po një forcë që më ka bërë të kuptoj që në betejë dalin njerëzit më të fortë dhe në betejë është ringritja më e fortë. Duke qenë se jemi këtu tek listat e hapura ku është edhe emri juaj, pasi ju dëgjuat doktorin pra zotin Berisha me argumentin që dha, i pyetur specifikisht në këtë studio, pse jo për ju, për zonjën Çupi, e të tjerë me radhë. U bindët? Tek ajo pjesa që kishit si dilem në fillim? Nuk ka lidhje bindje. Unë me të kam bërë një bisedë të gjatë, e cila sigurisht që nuk kam për t'i bërë publike diskutimet që kam pasur me të. Për mua nuk ishte surprizë edhe në momentin kur doli në kryesi dhe kur u diskutua në kryesi. Unë i marrë gjërat seriozisht, dhe ashtu si që i marrë seriozisht dhe si që i besoj që i marrin dhe të gjithë. Ne patëm një garë primaresh, të cilën unë u vlerësova si zonja më e votuar në Tiranë, dhe jo vetëm, dhe në Shqipëri, dhe mendova që ky ishte procesi, po sigurisht që kishte edhe faktor tjerë për të marrë parasysh. Në këtë proces, për mua e di çfarë ka rëndësi në këtë moment, së pari mbështetja e njerëzve me cilët kam punuar dhe demokratëve, dhe së dyti mbështetja e qytetarëve. Qëllon disa momente që ne duhet ta kalojmë
edhe këtë sfidë qëllon disa momente që ndoshta, për shembull, unë kam pasur një pozicion në 2021, kam qenë e dyta në listën e Tiranës. Po kjo në asnjë nga rastet, kudo që t'jem, nuk më ndalon mua që të punoj për Partinë Demokratike 100%, 24 orë, dhe ta përdor edhe këtë sfidë për të rritur, edhe për të parë dhe për të testuar